Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çfarë argumenti autentik ka për posedimin nga e gjini? Pra pyetja ime është vetëm për posedimin e trupit të njeriu nga e gjini, jo për diagnozat e tjera. Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka dy hadithe të sakta prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se e gjini ose shejtani hyn në trupin e njeriut. Ka më shumë argumente, por ne po e përmendni vetëm të dyja. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë: "Inna shaytan yajri", shejtani ec në damar të venat e birit të Ademit me gjërët dëm, qashtu që ec gjaku. Ose ka hec gjaku. Kjo është hadithi i parë, hadithi i saktë. Hadithi i dytë, gjithashtu hadithi i saktë, e kanë thënë një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një rukje për shkak se ka qenë i prekur prej e gjinëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndër të tjera, kur i ka lexuar Kur'an, e ka mësuar 3 herë në gjyks ti personit, edhe ka thonë: "Ukhruj ya aduwallah fa inni rasulullah." Dil për këti trupi o armik e Allahut, për shkak se unë jam i dërguar i Allahut. Po kjo është argumenti se ky person e ka pas e gjinin mrena, por to pejgamberi sa më ka thonë: "Dil armik i Allahut, për shkak se unë jam i dërguar i Allahut." Wallahu a'la wa a'lam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.